Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Brukseli, ku mori pjesë në aktivitetet në kuadër të 50 vjetorit të Partisë Popullore Evropiane, ka bërë thirrje për pjesëmarrje në protestën e 22 marsit. Dr. Berisha theksoi se vëmendja e partnerëve ndërkombëtar është e fokusuar tek qytetarët shqiptar dhe opozita. Prandaj reagimi qytetar është kyç për të treguar qendresën ndaj qeverisë. Ai u bëri thirrje shqiptarëve që më 22 mars të ngrenë zërin fuqishëm, duke cilësuar protestën si një kryengritje paqësore që sipas tij duhet të dëgjohet jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Evropë edhe më gjerë. Dje, një nga institucionet më prestigjioze në botë të vlerësimit standardeve demokracisë Videm e klasifikoi Shqipërinë autokraci elektorale. Autokraci elektorale do të thotë diktaturë autoritare. Pra, në këtë kuadër Shqipëria është bërë famzez, Shqipëria e Edi Ramës është bërë famzez dhe duhet të garantoj shqiptarët se gjithnjë e më shumë mbështetja për opozitën shqiptare bëhet më e madhe dhe denoncimi, denimi dhe masa ndërshkuese për qeverinë vinë në rritje. Natyrisht, sytë, mendjet e miqve tanë, partnerëve tanë në Europë dhe në botë janë të drejtuar tek qytetarë shqiptarë, tek opozita shqiptare, qendresa e tyre ndaj këtij regjimi, përpjekja e tyre për largimin e tij. Kështu që 22 marsi këtu nga Brukseli shfrytëzoi rastin nga ky moment historik, siç ishte kremtimi i 50 vjetorit të EPP-s dhe samiti i liderëve kryesor, kancelari Merz, Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian dhe lider tjerë të pranishëm, pra shfrytëzoi këtë rast për të bërë thirrje shqiptare 22 marsi në kryengritjen tonë paqësore të ngrejmë zërin fuqishëm, të ushtojnë në Shqipëri dhe në Europë dhe në botë zëri i protestës, zëri i kryengritjeve paqësore shqiptare.